Prokuria Speciale e Kosovës ka ngritur akt akuzë ndaj 3 personave, J.V, D.V dhe I.D, për shpërthimi në kanalin Iber Lepens që ndodhi në nëntor të vitit të kaluar, për veprat penale, rrezikimi i rendit kushtetues me shkatrimin apo dëmtimin e instalimeve dhe pajisjeve publike, kryerja veprës terroriste, armbajtje pa leje dhe spionazh. Në njoftimin e prokurisë thuhet se kjo akt akuzë është ngritur pas një hetimi të zhvilluar në bashkëpunim me Policinë e Kosovës, Drejtoria kundër terrorizmit dhe me partnerët evropian. Në akt akuzë, siç referohet sistemi prokurial, thuhet se me këto veprime 2 të pandehurit kanë kryer veprën penale të rrezikimit të rendit kushtetues në lidhje me kryerjen e veprës terroriste, duke vendosur në rrezik drejt për drejt stabilitetin e shërbimeve publike. Të 3 të pandehurit ngarkohen njëkohësisht me akuzën e armbajtjes pa leje. Pjesa më rënd e dosjes lidhet me J.V, i cili akuzohet se ka vepruar për një kohë të gjatë si agent i shërbimit informativ ushtarak të Serbisë. Prokuria deklaron se ai në cilësinë e të rekrutuarit me gradë kolonjele ka mbledhur informacione dhe dokumente të klasifikuara me qëllim që t'i përdorë gjatë aktivitetit të tij të kundërligjshëm në territorin e Kosovës. Deri në momentin e arrestimit të tij, ai dyshohet se ka qenë pjesë aktive e operacioneve të këtij shërbimi. Rasti tashmë pritet të kalojë në gjykatë, ku Prokuria Speciale do të kërkojë konfirmimin e akuzave.